Sa ke investu këto? Dikon rreth 4 milion. Unë nuk roj Ferrari Lamborghini. Për mua Ferrari Lamborghini është pasionia. Sa lop i ki momentalisht? Me lope, me vjeta, me krejt dikon 330. Unë nëse kom pas asnjë lop, asnjë veç, mas pari kom ble një 150 vjeta. Çfarë si ka kjo lop 5.000 euro vlerë? Ti më jap 10.000 knoç. Ç'kjo? 900 kg lop. Gjinja në smojnë hap punëshë me lop, për mua shkënari. Era e plet është për mua shërim. Ondra e me konjë bujqësia. Sa ki vlerë veç me pajisje bujqësore? Mendoj 1 milion. Në Zvicër janë 300 vjetë bujk, që bujqësi që kena bo sot se ka kur 20 ranë. Unë e ku bo për 4 vjetë. A thë 1 milion euro ke bli veç pajisje bujqësore? Si kanë qëto mjetët e mija. A u tute me investu 4 milion euro? Unë s'frigon absolut. Ja s'tut në heq. E ku bo me mund, me njerës edhe me boqe. Po mos kujtojnë gjinja se këta këtë pasoni e ku bo me kesh. Përshëndetje miqtë e mi dashur, na sot kemi arë në fshatin Qeskov të komunës së Klinës, saktësisht e agroferma Efi. Kena me fol me pronarin i cili quhet Afrim Shala, ka me na fol pak ma shumë për investimet milionshë që janë bë këtu. Për ma shumë ndish në intervistën që ka me bë me to. Hajdeni me mu të shkojmë të atakojmë Afrimin. Afrim, përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë faleminderit, mirë se vini. Që me shëndet, që shpo kalon? Mirë faleminderit. Mirë edhe na që shtu sa ndekni, unë njëherë du me të falenderu shumë që pranove edhe kje kështu krejt spontane dhe pa komplekse me pranu me boj intervistën, edhe me na të regu faktin se qysh je këthy prej Zvicrës me investu këtu në Kosovë. Faktikisht me të rrati që më këthy alo krejt definitiv, po një sasit mollë gjallë për që më këthy në Kosovë. E kena pa bje një shtallë vjetër, e kena ndërtu disa shallat reja, kena ndërtu deponimit e ushqimit e makinerisë edhe kështu jena mirë me punës. Qëso vjetë je në Zvicër? Prej 88-ës. Prej 88-ës je në Zvicër. Qatë shtini me ardhë dhe me investu këtu në Kosovë? Për shkak se ti me familja atje, po synon më u këthy kështu përfundimisht, dhe më thë me krejtë? Me tonalitetin dikush e vlesëm parën, po për mu është pasonia ma madhja e shtetë jytë, edhe parja nuk ka vlerë që ka do më thonë shtetë jytë, se fëmin që bim kena jashtë, po na hupin. Fëmija me mos këtë Kosovë. E për shka kena punuar, vetëm për që të punë kena punu, do më thonë që të ardhë me pas të fëmija një jetë ma të mira, jo me pas ish parën. Parën nëse do me fitu fëmija, fiton edhe këtu dhe atje. Nëse do me punu. Po thu që mujnë edhe këtu nëse punojnë me fitu pare, sa fiton në Zvicër, në Gjermani, në Itali. Gjo, atje jashtë janë shifrat ma të mëdhaja, e shpenzimit janë ma të mëdhaja, këtu janë shifrat ma të vogla, shpenzimit janë ma të vogla. Ku ta këshysh realiteti është jeta e njëjtë. Po punove këtu e kini jetë, po punove këtu s'e kini jetë. Punëtori si në Kosovë, si jashtë është punëtor, kështu që e gjo një farë mënyre mu kape dhe me fitunë është. Po prapë na krejti na dëshmitarë se qysh është braktisë Kosova me të madhe. Ta është rinia po synon me dal jashtë Afrim. Apo të pengon, apo të shqetëson ty si mërgjimtar në është ta këtë shqetëson shumë për shkak se kujtojnë se atje kur shkon i gjon parët rrugës, ku ta di unë edhe fituat ma letë. Faktikisht unë që ditë shumë me popullin tonë se ku shon atje punon 8 orë pa unal. E këtu kur i punëtor ti bën 8 orë punë. Tu ti bën 5 orë punë, 4 orë punë. Tjera atje më shku me homër buk, jo me këqyr diçka, janë ne të bën 8 orë si bën kur punë. Atje i bën fiks 8 orë punë. 8 orë edhe nështë ma shumë se 8 orë, se për shembull. Po flasin se do të bënu pej punës e punë tjetër. Po prapë, çka po mendon ti që po ishte në trit kosovar me kërku një jetë më të mirë mërgjem? Unë them çaj se do më gjindet çdo vend. Do më thonë edhe në bjeshtë, në shparrim pa ujë, mund është me kontribut diçka, mund është me mdel lula, me shit qaj në atë brëshme, thashëm dhe. Kur do njeri me punu, kur s'do njeri me punu, ti jepja këtë pasunin e botës, ba ti hova aki. Po prapë nështë është pak edhe kjo influenca që ju është bo trive të Kosovës, prej mërgjimtarve, vinë me kire të shtrejta, me gjona, do me thonë, shpijat e ndreshta dhe me ndonjë. S'na kanë vetë këta neve, sa kena marrë borë, sa kena kreditë, sa kena blekirin. Edhe një punëtor jam me ka drejt me blekirin, edhe punëtor jam me blekirin me kredit. Edhe në Kosovë edhe në Zvicër. Po du më thonë, edhe na i kena marrë me kreditë ato kjerës, na ka falë kush. Na një ka kursy, po shumica ju. 95% i kinë kërbet që e marrin kjerin me kredit.
E këtu nuk dojnë kredit, po dojnë cash. E që aty është ndryshimi. Po thu që 90% të mërgjimtorëve i kanë kerët me kredi me leasing. 90 edhe ma tepër. Ma tepër, a? Që ato kerët e mira që i shuhim, do me thonë janë me borgje, me kredia, me kështu. Tash kredia sa do të ndihmojnë, po nashta na këto pe thujna që edhe me i tregu edhe trive që nuk bëhet porja aq let atje. Ja, absolut. Atë mesin të poqa nështa me një rrugë, tash në ndërtimtari punojnë shumica. Po. Atë mbesin të poqa 2.000 euro në Zvicër. S'ka teori. S'ka teori me të mbet poqa 2.000 euro. Po era e 12 është 0-0. Po era 12 Kosovë është 0-0. Po pa dikon familjes me mojtë është 0-0. Po i mojtë i 2 puna, mundet me kursi diçka. E qysh po mujnë po me adol, kursi mesin të poqa 1.000 euro. Mu shpesh më ka rrë rosti të më thome diskutu me shumë që ka e në mërgjim, shpesh të kalën. Edhe më kanë thonë që neve na mesin 200-300 euro, nëse po të metë kanë veç 200-300 euro, qysh po mund është ti me orë në Kosovë dhe me bo një jetë. Unë jetoj në Gërbet kod gjatë. Po. Kom vetë punëtor në Zvicër. Kom pas 3 punëtor, kom pas 100 punëtor, kom pas 3 punëtor, kom pas numër ndryshëm. Zvicër, a? Po. Po, qaj punëtori jam, i punoj çdo shtunë e çdo dile. Po. Qaj punëtori jam, që punon në Zvicër, kur e krym punën, shkon te shtëpia, i kthyer fëmijën e gruaja shon i punon. Ah, okay. E cila familje këtu sot e kthyer fëmijën, e shkon gruaja me punu? Cili burr e mundet me ato. Po thu që mentaliteti o ma ndryshe atje, a? Ja, unë mendoj të isha ndryshe. Tu nuk kanë populli obligim. Po. Kur s'ka obligim, vetëm me homën me pije dhe me shëdit, atëre nuk është edhe pa tjetër mi punu 2 punë. E ti the që edhe ati ki punëtor, me qa merresh në Zvicër? Ndërtime, a? Apo ko punë, apo ko fitim, për thëmë kështu? Fitimi është i vogël. Edhe ati në Zvicër, a? Është ekstrema i vogël. Sa punëtori ki në Zvicër? Tash për momentin në 30. 30 punëtor. Po, fitimi është tepër më i vogël se këtu. Këtu është fitimi më i madh. Po thu që në Kosovë fitimi më shumë se sa në Zvicër, a? Shumë më i madh. Pse po thu kështu? Se kam argument, 20 betonit, nëse e bën Kosovë, në 2 ont, beton gjatë shmajt, një gjëmësi 25 cm, po të kushton Kosovë 80 euro, dhe 100 euro. Po. Në Zvicër me 65 e kryj. Po shpejtësia e punëtorit në Kosovë është tepër e kadalshme. E pse kjo më mendoj që a nashta si jem fort punës na po do me thona? Jo, nuk jena punës. Na shqiptarët e Kosovës nëse 3 punëtorë ti bëjnë për shembull, fjala po vjen 300 metra në Zvicër, tu ti bëjnë 3 punëtorë një javë më tepër 300 metra. Diferenca është një javë. Po pse tashti se që ata që janë në Kosovë shumica të njëjtit punëtorë janë që shkojnë edhe në Zvicër. Po këtu nuk e bojnë punën se që shebojnë në Zvicër ose në Gjermani. Pse po mendon që? Se punëtori po mendon mas pore se shefet e fitu shumë. Ah, okej. Në 1, në 2, punëtori në Kosovë se ka rrogën punon shumë pak. Rroga në Kosovë është tepër e madhe ç'a bën punaj. Po thu që rroga në Kosovë është tepër e madhe. Ekstrem e madhe është. E pse po e thu këtë gjë? Po e them këtë gjë se nëse një punëtor 2 vjet ti shtojnë 300 metra keramika mana javës në Zvicër, tu ti bëjnë një muj. Që aty është diferenca. Okej. Nëse 2 punëtorë një shtëpi 200 kvadrat ta kryjnë për një javë, fasadën e jashtme, tu bëjnë 3 javë. E ç'është do me vitu shefi? Çmimet janë shumë të larta. Shpejtësia e punës është shumë e kadalshme, kvaliteti është shumë i dobët. Këto. Po. Kjo është realitet. Unë pëlqen me fol me njerëz që folin realitetin. Jo. Edhe nuk rrejnë. E këto kom dëshmi 1.000.000% që është realitet. Jo, shumë që thua, dhe qëre tashti është qike që spajtojnë njerëzit. Jo. Afrim, po prap do të me fol realitetin, është se këtu në Kosovë që the edhe më herët, atje ta krynë është ta punën ma shpejt e këtu, një muj bën dhe i të shtërën dhe ploka. Po pse kina ro me në kitë zonë komforti na Unë mendoj se një punëtor i Kosovës mendon se shefi a ka bësh krejt jetën. Okej. E shefi si ka bësh kukuj. Jo që jam shef, unë jam shef. Unë jam punëtor si këtë gjithë. Edhe jam punëtor i dikunaj. Po mentaliteti jo në është qaq i dopt se kujton shefi krejt pasurit më jep. Punëtorit e punëtori më du më mirë si shefi. Edhe të të kështë, ju garantoj se punëtori rënon më mirë si shefi. Po thua? 100%. E pse po tu këto tash se punëtori bëni një jetë pak më të mirë se punëtori. Bojnë ata që janë shefat dy fytyrësh, jo ata shefat që dojnë me punu që shdojnë. Unë punoj për shembull 24 orë, edhe këtu edhe atje.
Unë si qafë të shmi. E tashti, unë nuk groj Ferrari Lamborghini. Unë e groj një kërë thjesht. Për mu Ferrari Lamborghini është pasunia. A vëdhen. A më pse thëmë punëtoj është ma shef se i shefi. Se punëtoj kujton me nxes i jep kafe, në drek i jep buk, në promi i jep apet kafe, edhe më shku me morë me kërë të shpia. Kush janë këta që du të më shku me morë të punëtoj të shpia? Kush janë këta punëtoj që du të më shku me punëtoj të shpia? Punëtoj du të morë vetë të puna. Problemi maj madhe është që populli jonë nuk ka borqe. Sa kohë që s'ka borqe, nuk ka obligime edhe është i lirë. Borxhe në çfarë aspekti afrem? S'ka borxhe ndaj shtetit, e ka një shtëpi që jeton me të prindit apo në shtëpi veten, edhe sigurim shëndetësor nuk pagun, kujton për shteti me paguaj sigurim shëndetësor, shteti s'ta pagun sigurim shëndetësor, neve s'po na pagun kush, na po të paguaj vetë. Atje në Zvicër, a? Po. E çfarë është qëllimi, çfarë është problemi? Po. Edhe këtu është kollaj, ti lypi 100 euro, më gjon 100 euro hova, mi kthem as 3-4 muajve. As ti kthen hiç. As ti kthen hiç. Krejt thjesht. Në Zvicër s'ta hapi 1 kg buk pa 1 cent. Po. Po i patë 3 euro, si ki edhe 1 cent, s'tapet buka. E pse është mentaliteti i tillë? Se ai ta bën ty shko puno fitu. E na, haj si gjëna pja japim. Çfarë është problemi? Çfarë është problemi që na nashta këtu në Kosovë jena mësu me shfrytzu pak edhe njëri tjetrin e kin të njohshëm, nashta që ka pak më shumë sanet, i lypun borxhe, kjo, po ty atë lypin borxhe. Tash ti ke qenë firmë, ke investu këtu. Ka rast që mlyp dikush do të mos gjenu diçka me një biznes, minimal, apo ngushtohet për do ditë si kanë qëllue, ajo është normale, edhe unë e lypi dikun. Po. S'është marrë me lyp kur gjë. Po. Matë pasit, çdo herë ngushtohet, se jo i varfë një shkreti. Po qëllimi është me të lyp borxhe s'puno hiç. Ajo është gjëna. Është sikur ajo adin me markete që shkojnë marrin veresitë në një marketë dhe tani nuk e paguajnë veresitë. Po edhe thot marketa që të poret e mia e meta? Po, fiks edhe. A pse ja ki bën njerën s'ka gale? Fiks, kështu që as ta pagun veresinë edhe hub si myshteri edhe ti po bën mirë në fakt si biznes, ndoshta me një mu. Unë që kom pa, unë që kom vrejt në Kosovë, rrogat mesatare ndërtim, që tha parë ndërtim janë dikon pe 650 deri 1200. Me punu do më thonë ndërtimtari në Kosovë dhe 1200-1500 euro. 1200 e merë gjithqysh, nësi je punëtori i aftë, nësi je punëtori i aftë, diçka tjetër. Haj tash kalkulojmë pak. Po tash kalkuloj diçka, 2 punëtorë në Zvicër, i qesin 70 deri 100 metra tulla nditje. Po. I zetojnë. 2 punëtorë në Kosovë i bëjnë 3 baleta, 3 baleta janë 30 metra. Çfarë diferencë ngosh? E i njëjti njeri. Po. Edhe ai kalin Kosovë punon atje njëjtë. Po këtu të bëj gare, kesh dasim, kesh kuna gjeçe, pa ma filonin edhe shkon dita. Po dhe të mirë me punë të huja. Me punë të huja, nëse këshyrim punën tonë, po këshyrim punën e huj. Edhe që ke po thu që nga kalon mrapa. Mrapa. Edhe shefi ka me borç. Ti pe kishet problemi shefi edhe punëtori, shefi edhe punëtori. Qa është dallimi mes shefit edhe punëtorit sipas teje? Për mua nëse një shef, i thot vetit njëri është punëtor si shefi, si punëtori. Për mua nuk ekziston shef. Do të punu shefi njëjtë, domethënë. Njëjtë. Unë punoj njëjtë. Nashta mos vjen rasti, për shembull punëtor të shpazin 10.000 kg ple në ditë, unë s'm ka rasti më në moment, po më kuna aty edhe një më edhe punëtorit s'kom pas. S'kom gale. Je domethënë prezant edhe i nimon punojnë boras me punëtorët, edhe jam dëshmitare se edhe të kena po edhe na tregun edhe këta punëtorë të, kështu që bravo të qoftë. Po çish e more ti ndoshta këto se na në Kosovë ndoshta shefat kanë qef, e kanë pak atë ego në atë krenarin. Unë s'kam ego hiç, unë s'fikona ku hiç, unë fikona vetëm Zotit. Cili punëtor do me punon, cili s'do në letë shkon. I pari jam Kosovë që i kom thonë punëtorëve dhe i thom apet. Qaj që do me punon, qaj që do me punu shkon. I ke thonë punëtorëve tua? I thom zonjonit. Se edhe unë që kom gjithë parë në lëqë. Edhe një më rrasë dikon një kredit, e kom po një kredit, e kom po një pasoni dikon qëtë. Se s'mi kalon baba. Me mi kalon baba, nështë e kon ma demel si punëtorët. Nështë e kon ma i mrapsht si punëtorët. Po punëtorët i kom me të vetet, i kom tash të folin e ditë, punëtorët i kom shumë mirë. Krejt perfekt në punë më kush. Gjithkush bën gabime, gjithkush mundohet në atë vetën me punu sa ma mirë, dikush bën gabime, dikush punon tepër mirë, dikush punon ma shumë, dikush ma pak. Ajo është krejt rregull është. Krejt rregull është, po kryesorja e kene atë farë harmoni. Harmoninë që ashtu. Edhe të na të punëtorët nuk ka shef, të na jena punëtorë gjithë.
Në fund jena punëtor të Zotit. Po, fikse. Në fund jena punëtor të Zotit. Ti the që s'ma ka bë baba. Jo. E ke bë vet. E kom bë me mund, me njerëz edhe me borxhe. Me borxhe. E ke bë domethënë këtë pasuni. Po mos kujtoj gjinja se këtë pasuni e kom bë me kesh. Edhe unë kom marrë kredit dikun. Sa ke investu këtu? Dikun rreth 4 milion. 4 milion euro i ke shti domethënë këtu. Po. Saktësisht ndodhet në Klin, në cilin fshat? Qesko. A u tute me investu 4 milion euro? Po 4 milion euro a disa janë? Nuk tutna se si e mroma që thojnë që ashtu kështu unë i dalë për balloj edhe vetë. Tashti unë du me të vetë, se pa shumë intereson kjo pjesa e bizneseve. A ke menu qka nëse dështoj? Nuk dështoj kur. Okej. Mund në sonë të mi mytë 100 copa lopë, nëse bjeda 200 tjera. Si mi apë zotit që më rrugë zotit jëmë një drejtë. Unë s'frigon absolut. Se tu të keqë do? Ja, s'tu të najsh. Unë tu të na me t'in hak tyje dikuj tjetër, me ta home njës në tu të na. Me dije s'ta boj, pa dije nëse të traj, di me kërku falje. Po, prap, qëre tash, para se me fillu një biznes, gjithmonë ekziston ajo frika, qka nëse secë, qka nëse bot kjo, qka nëse kështu. Cila ka qenë frika ma e modhe e jut, ja para se me investu 4 milion euro këtu? Ndëgjo? Në firmën tonë dhe të lopë. Baba më ka dek para 2 vete gjysëra me ti pa shpirti. Po flasë për 88-ën ka paro preshën i madhë, e ka pa prish Kullumoqin komplet. Po. Edhe ka parashitshim Kullumoqin, i thëshim babë them qërë gjema i myti djemë të përshit Kullumoq prisht. Ja ka prish Zoti e dënë puna e Zotit më shtyje. Ja përshim puna marë gjemë të ke marë pas. Që ka po marë burë Kullumoq prisht të prashit, të ke unë pja bëjë zmetin, Zoti ka pun tjera ndorë. Unë të t'ja bëjë zmetin, ato pun tjera e ka Zoti. Kuna e Zotit s'mu në më shty kur një. Unë të t'ja bëjë zmetin, ato pun tjera e ka Zoti. E na që bëjnë e zmetin, Zoti s'mu në t'a shtyja s'mu me nani mu. Po më pëlqen shumë mënyra se qysh po e thue dhe që ka të shumë do me thonë edhe shembuj po jep për jetës tone, që do puni ka Zoti edhe ti si jetut asni pik nuk jetut. Qëre, ku ka edhe humbje ka. Normal, pa diskutim. Se ke njoni mu së cof kali kur, fakti si cof kali kur s'ka kali. Na kena humbje, kena fitim. Tash kena me full edhe për humbjet, këtu qka ki afrim? Këtu e kena qumshtit, deponimin e qumshtit. Okej, këtu e bëni deponimin e qumshtit. Po. Do me thonë, firma ju, sa lop i ki momentalisht? Me lope, me vjeta, me krejt, kun 330. 330, sa punëtor i ki? 10, me rritar 11. 10 punëtor, do me thonë. Apo mundeni me adon? Mjellës, kurjes, i kena dhe shtoj, do më edhe 5-6 pikë. E këtu do shëshët një nga për pika grumbulluese qumshtit për na i firmë kështu të Kosovës? Rrugova e merë po. Rrugova e merë. Sa peshet litrën e qumshtit? Me shumit? Së bëj me të regu. Jo, okej. Po a u rritë qëmimi? Ja, e një ajtë është. Okej. Ta është i këtu janë do me thonë edhe pajisjet. Pajisjet ku i sigurove afrim? Tu makinat... Apo më drejtë këtu për shambull, qka është kjo? Tomën. Këtu është dëponimi tomlit, këtu është 500 litra, 2000 litra edhe 2000 litra. Do më 4500 litra kena dëponim tomlit. Okej. Po zakonisht do me nxes vine marin, ta që të pastrume. Një përgadit për mbromje. Do më mbromje në të mushën, me nxes të reke tomlit. Automatikisht sistemi mjellës është në krajnë tjetër, do më bëhet pastrimi e gjithat. Sa litra qumshtë i mbledh një ditë? Për momentin në 2800 litra. Do më thonë 2800 litra në qumshtë. Sa lopi ki që i mjellë? Pa, problemet thonë sa lopi kena të i mjellë, se pedi për do me dhertë i shifrën sa tomel që di lopë, po problemi është se do lopi në të mjellë që 10 mujë. Do lopi në të mjellë që 2 mujë. Do lopi në të mjellë që 3 mujë, veç mesatarja unë janë të koni 150 copa të mjellë. Tash edhe lopë nuk janë të njëjtë, apo mesatarisht për shembull një lopë e juja sot litra qumshtit? Në 20 jo. Do më thonë në 20 nuk i qëta? Jo, po tash ki lopë që 30, kom lopë që është në përfëndim tharje e që 10. E vërtet, për ata thash nuk janë njëjtë, asë lopë për një mesatare dhe 20 litra qumshtit që atë një lopë. Po, mesatare. Këtë çka bëhet afrem? Këtë mjellin lopë do më thonë, tash atje në aderin atje hin lopë, mjellin 10 copa lopë dhe në këtë derën këndena i dalin lopë jashtë. Vesh pak, do me thonë lopa heng këto? Do, mjellet, tani në këtë derën tjetë dalin lopë jashtë. E qysh mjellet, ku janë do me thonë ato nëse më nëshme i tregu edhe për një ashtë? Tash për shamë që tu e blokujna, që lopë mos me ikë, edhe këtu është mjelja. Okej.
domethënë, e kur të kryen këtu vetë copa lop, Edhe do me thonë te atyre cevave shkën atje, po? po. Okej, edhe shkën direkt ato. Direkt. Kur kryen ja u qel derën, shkojnë këtu lop, vinë tjera. Okej. Edhe a e kanë mësuar rutinën ato lopët tashti? Ma mirë si njerëzit. Po, a do me thonë vinë, Po. drejtuen të venet e veta dhe... Ki pak problem me mështjera spore 2 ditë Po, një normal, javë, dhe të mësohet. që për shembull pastimi plejet bëhet me mashinë. Okej. Hajde Të mas, lopë të pas këtë lira, do me thonë, Po, a? Nuk i lopë i kena të një lira. as kur gjo. Ja, kur gjë ish. O vështë, Që atje pastimi plejet, domethënë, atje bëhet, do me thonë pas... po e mbledh blenë edhe shkon në bazen. E këtu so lopë i ki? Në dy pjesë dikon 150 copa. 150 copa lopa. Po, hajde. Lopë ti keshet një roce. A Po. më nësh me na tregu çfarë roce janë apo nuk? Po, janë mod biliarde, shumica, pak jena ausione edhe pak jena gjermane, diferencë për bukur. E cila roce lopës është pak më e mirë në shta për çmsh? Gjitha janë të mira, më varet me shka e ushqen. Gjitha Me janë të çfarë mira, më varet me ushqen shka e ju ushqen. Na e këtë shena firmën natural, do më thonë, silazh, son, kosht, tërfojnë, A keni edhe thekën, ora, silazh, a e bleni do me thonë ushqimin e lopëve? blena diçka. Apo i keni e punoni vetë? Shumicën e punojna vetë, për shembull sojën e blena, dikon 12 kg e blena në mujt, Çka? soj. Okej. Vjen 12 kg soj, edhe koncentrat blena dikon një 15 kg, do më thonë, tjetë i shtojt mijat, diferencë. Okej. Edhe do me thonë, e punoni tukën, sa ora ki, sa e këtir tukë, ose nështë po, sa e këtir tukë të shkujnë për vetë, për ushqimin e lopë. Dikon 450 kg i mbjellim vjetë. Në vjeta, do me thonë Po. për ushqimin e rreth 300 lopëve. Po. Ta shë kështu edhe numrin, Po. edhe sa e vështirë është veta, për nështë ta cila është sfida ma e madha, as muhen këto lopë, ta keni pas na Po, humbje të kena madhe. probleme, ndërkohë po punëtorët janë shumë taftë që e njohin punën. Hajde, Me rëndësi është shumë në qatë moment që e shofin lopën apo vitin që ka imunitetin, ka temperatura apo diçka, me ndërhyj me njëherë. Okej. Po mund të mendohet nga njerëz se kanë pa punëtorët apo den pahiri që e imunitetin tani normal me vakcina, me thashëm, po janë vetërinort edhe shumicën i mjekojnë edhe punëtorët vetë. Okej, se ja kam mësu në shtatë. Po, Po po. ti tash ti që so ku e ki firmën këtu? Që 3 vjet, 2022 domethënë 4 vjet. 4 vjetë po bojnë, do më Po, thonë që e ki po. që eksiston kjo firma. Me sa lapja ke njësë, ti? Unë se kom pas asnjë lop asnjë veç, mas pari kom ble një 150 vjeta, maj mëri, më kuon absolën e vjetër, Po, po nuk më dok interesant çdo vjet me shit 10 e me ble vjeta, po. kështu se thash ma mirë e bëj shtollën e qumshit, e kështu se vjetat i kom të mitë, s'kom nevojë për shku me ble. E që jam ka shtimu rritë tani, po. Po tash ti puna të rrit, po të shti më zgjenu edhe ma shumë. Po, a synon me u zgjeru pak ma shumë në ashta? Mendoj. Cilat janë ondvat ma të mëdhoja që i ki ti? Mendoj edhe i shtollë love me maru, edhe Okej. për 100 copa, për më bu për 450-500 copa Po, lop. numrin është. Se për momentin vjetat që më lindin në kom ven mo, ju më blokua, e mendoj edhe i firmë pula, u mendoj. Okej, edhe një firmë të pulave me qelë, do më thonë. Unë tash po du me të pytë se bashkë po më interesën kjo pjesa qysh ti ke shku në moshën 13 vjeqare në Zvicër, apo? Po. Edhe tash ti atje je rrite, je shkollu edhe krejt edhe tani ke punu, po pse vendose pas shumë viteve mu këthy edhe pse bashkë me lopë? Me thonë, realitetin, ondra e me kështë dhe bujësia. E du bujësinë, edhe është një sen që në knoqë. Fitimi është ma i vogël si çdo sen, po mendoj... Fitimi ma i vogël në bujësi. Po, Okej. po, në kërë vetëm fitimin në pyetje është ka herë dhe knasia. Knasia, po kur e ki Po. marak nështë edhe Po, bën ma me qasë edhe e du, me prind jëm rritë bujt, e që ajo më po krenon. Boba ka qenë gjallë kur e ke qilë të. Qa Po. tha Boba? U gëzu nështë kur vendosi djali vetë me ardhe dhe me qilë me investu këtu në Kosovë. Dëgjo, normal që u gëzu. Ja ke realizu edhe Bobës një ndër që e ka posë dhe po besoj që ai prej lartë është të të shiku edhe është shumë krenor me ty. Për shkak se e di që nështë ta për to, kur ka qenë i ri, ka qenë e pa mundur.
Me ka 2-3 lëpë që shi kanë majt në atë ku. Për parën bujk i ka vujt shumë. Na kena punu se fëmi në atë vakt 10 hektar tokë. Po 10 hektar tokë, ju konë Sovjet mi punu une 100 hektar tokë. Se si në konë mjetët, në konë me dorë, fuqia punëtore, konë ma madhe, po mjetës ki pasë. Sot është teknologjia, masinat moderne, mund të punu shumë atip. Edhe mu mjel, do me thonë mjelen vetë, shtu që... Unë e së fëmi, konë në mundon të thami mjelo, këmë për një vogël. Mu përmbjen shumë mirë edhe për ty, për njerëzit si ti, do me thonë që përveç më falë që të emocionova, nashta po prapë këto emocionet janë njerëzore dhe që thashë edhe ma herët, ti këto ndër e ke realizua dhe për prindin tënë, për babën tënë dhe po më vjen mirë që ka qenë gjallë dhe ka po suksesin e djallit vetë. Edhe ai prej ati lartë është të qiku edhe besej që është shumë krenar me ty. Faleminderit. Hajde vazhdo në analizim. Kjo ka qenë një ondër që e ke pas gjithmona, frem edhe sot për jetën ondrën tonë. Qësh janë ndjesit e tua? Dëgjoj, ko thosha para 20 vjetë, disa shokëve në Gërbet e kështu që të ta bëj, nështë isholla se do të vdek i pa bo një shtallë, theshin i ka bo hajgare. Si u besejke që po dojnë me... Vërtet, tash realitetin me full, mu më ka plëcu dëshira. Mu më ka plëcu dëshira, nëse këshuri humbje në apëtimin. Ti do me thonë nuk e bën këto për humbje për fitim, e bën për me zgjeru fitimin ta jep Zotin është ta kur e shem mundimin edhe punën. Për mu është nasi kur lop nuk hekin keq. Okej. Edhe lop nuk hekin keq për shkak se edhe firma këtu po i plotson, do me thonë këtu standardet çka janë, i ka veterinert, i ka punëtor që kujdesen për çdo detaj edhe... Po, fandej për punëtorëve. Po. Me vërtet tashti nuk mund nuk krejt njëjt. Po, gjithë cilën atë lamini vetë është i fort. Gjithë cilën atë lamini vetë, ashtë nuk mund të me thonë, këtë pëntojë veç me mje loptë. Dikush është për me loptë, dikush është për me qiklove, dikush është për me plenë, dikush është për me mjellë kollomaq, po t'jeshim këtë veç të mje loptë, atë s'kishim mujtë asë për mjellë. Pa diskutimi ka në punë të ndome, kështu pa, po të probleme gjithë punëtura, frem. Mund karo me vizitu shumë firma, shumë shotra, shumë probleme, shumë me taku shumë njerëz dhe... është pak problem ka herë me gjithë punëtorë se të na rruga komunikacioni nuk është bashkë. Për shembull në Gërbet i kanë autobusat, i kanë trenat që mundën me udhëtu, po tash na i punëtor për shembull Peçaku me dish marrë me punu, ai shkreti s'ka llogari marrë Peçaku këtu marrë me punu. Po, për shkak se rruga. Po ti je në Zvicër e kesh biletën mujore, çdo gjysore ka një autobus, është një tjetër. Edhe kjo apo mundësën është edhe shqiptarëve, po. Po është edhe diçka tjetër, për shkak se unë, që të thashë edhe marët, ku më vizitu shumë shotra dhe shumë ku më dëgju prej njerëzve që sot nuk përdojnë me umerë me bujqësi dhe me blegtori. Pse po me ndonë afrim që ka ardhë kjo ditë që ti vetë me thonë kejtu në Zvicër, kejtë jetën tonë. Unë e thomë vetëm një. Ma përparën punoj me lupë sa një gastronomi një restorant. Ma përparën punoj me lupë sa në tankshtil me mshkil çdo kesh, do për 2 minuta ma e plunin ftyrës. Se era e plejit është për mu shërim. E era plunit e gazave të kjerëv nuk është shërim. Gjinja në nësmojnë hapë përneshë me lupë, për mu shkënari. Ta është folim realitetin, biznismenat më të mëdhajt që ekzistojnë në shtetet evropiane, që janë kryetarë apo qytetit apo kuta qoftë, i kanë shtallat e veta. E dojnë fshatin, e dojnë katunin, e dojnë do me thonë bujësim, lektorin. Si populli jonë, ku të pasurohem, thojna larkë pi lupës. A pi kujtë përnon, pi lupës përnon. Ose le të pinë qumsht, prashakit. Po. Edhe më thandi jo kanceri... 85 milion litra prashak jo një vitën e kalumë në Kosovë. 85 milion litra. E kom të gajtë në kokë banorit i bishin 6 litra 800 gram. Kokë banorit prashak. Dhe më thaj qumë që ka pi fmive të dhe fmive jam. A më mi pitë lopës a prashak. E s'muje drëshme. Pa diskutim edhe gjithë shka bio është gjdo erë ma e mirë edhe unë që thashë edhe ma herët, njerëzit që ajetojnë dhe me thonë jashtë dhe ata që Zvicrante, Gjermante, kështu nuk kanë komplekse. Unë e thonë vesh një. Se na shqiptarët kemë komplekse, Afrem? Kemë komplekse se mendojna çdo mu po mirë jo ma i mirë. Unë për më pas, s'kom nevoj më po e mirë. Unë e kom qef zemën me pas mirë. E kërë e kom zemën e mirë, një përzore e mirë. Unë e kërë më kënë thëmija, kom padha që të syjnë ndeshje, edhe më ka pa thumë mjek një atë vakt 13 mijë euro të kushton me nrejt që të vazhë, mos me po heqë. Unë i kom kënë vazhë të begënë. 13 mijë më gjenje mja falë dikuj, a me jo me nrejt syjnë në temë.
mu s'pengon që e pengesë. Ama gjinja kanë komplekse, e pe kompleksi na orë qëtu. Na është ku jem Po, që ku jena. sot do më thonë jem të zhgënjym, jem dekurajum, edhe nuk jem të motivum as me punu as kur gjo. Qëto kompleksi Na jena do të motivu me punu, po çdo herë, sikur thash ma herët, i doket se çdo kush dikush i ka tjetër faj. Faj kena vetë. Se ti si punëtor nëse ja kryen shefi ton punën edhe ai të pagun. Po edhe Jënë kesh përdor, punëtor, të është në rregull. ma herët, po. Si ma herët si sot, mund edhe sot më kesh përdor. Po sot për shembull e ki mundësi ndryshe se të kesh përdor ose të kesh trajton shefi ose puna. Edhe tash ti nuk ka drejt punëtorit shefi m'ja marr shpirtin për punë vetën, Po, po paktën ato që mundet, po. ose kujdesia. Jo ma tepër. Po, do më thosë sot ka orë dita që mujna edhe mi denoncu, edhe me ndru punën, edhe krejtu edhe nuk është Gjitha. pasi ma herët. Këtë çka kemi afre? Ne na janë lop barsa, Okej. po janë në shëtitje për momentin që janë të hek plehin. Ne e kena hek plehin pardje. Po. Çdo 10 ditë e hekim plehin mesatarin. E kom fjallin sa herë shumuhen vetë, do më thonë lupt. Paj varet, ka lop që një herë në vjet, ka lop që shumë 14 muaj, 15 muaj, varet kur bërësimi. Po, do më thonë po, aja vlen me umirë me lopë sot. Ja vlen. Që thamë edhe ma herët, tasht edhe është kjo pjesa që fshotrat, arsyeja pse fshotrat jenë braktis, është se ata që jetojnë fshotra kanë dolna për qytete. E the një fjollë që meti pak në kry që the, si ti nërë që punë shqiptari menën me shku largë lupëve. Me thonë në realitet se tonë e gjinja për ta kopin edhe dalash. Po thonë që kjo pas ka pore shumë, ja pas ka falë të kusha, pas ka vjedha, pas ka bot të shka, unë e di se ka falë për kush kukuj. Edhe me ta falë ta përmen 300 herë. Po nuk e di, pak popli i demelovën. I dhe me lovën paka. Pa. Edhe që anë kumi, edhe që nështë ta... Na arnojna për ankesa, jo për pune. Na sa gjithë ditën e ka që a qoj met me ankesa, po të pak të 20% qatë skohet, ankesa me pavunu, e kish pas 50 euro në gjep. Punë të ma mirë, i Shumë ma mirë. nëse i shumë larë Jemi binën shumë ma mirë. E vërtet është kjo. Edhe po më vjen mirë që po i folë zëshëm këto probleme që njerëzit nështë edhe tuten edhe ta shumë njerëz nuk kanë me u pajtu me këtë që po i thu. Këtë jena punëtor dikuna, thash edhe ma herë, thash edhe thash. Kuni punëtor në Kosovë. Kuni punëtor s'ka nevoj me jap shpirt për mu. Po gjithë se le ta marrin përgjegjësinë për veti. Po më pisho punëtor në Kosovë nuk janë për shef, as për marrë, as për ftyrë. Vetëm e pret që me marrë qatë rogë. Kur ta merr rogën atë ditë nuk del në punë, edhe tani mos ozën paret. Këta që janë me rroga ditore, ata nuk punojnë këtë vitin, punojnë shumë ma pak. Normal se kur punon këtë vitin, herë puno, herë mos puno, normal edhe s'ki rrogë. Se këta që kanë ditore, për shoh për shembull ai punon 10 muaj, 8 muaj në vjet. Për muajnë 3 rroga. Tonë e kanë rrogën mujore, aro shi, aro bor, e ka rrogën mujore. Ti sot i ki do me thonë 10 punëtor, apo? Ama tonë e kanë rrogën mujore, s'kanë ditore. Okej, mujore, do me thonë dëllën punë, s'dëllën punë, njajt e kanë rrugën, a? Po ndodhë diçka punëtorit, që këtë naj problema, ka diçka e mërë të lirë, s'ka gajle, po në naj ditë tjetër, po jena dhe bëva ki në valë punës mjellës, bëva ki 10 ditë se me poshem, e krynë 10 ditë mjellën, kanë 2 ditë poshem, e zamen tonë, s'osh problemis. E di shta me të pyta, a po të problem me gjithë punëtor për firmë? Për shkak se sot ti i pota edhe punëtor të këgja tri, kështu pe thonë, nuk kanë të më shumë se diçka, kanë krejtë se cili tath me punu. Punëtor të minjën që e dojnë bujqësinë. Po. Ate është problemi. Po si i poshtë, do me thonë edhe... Po punëtor të minjën, mos me desh bujqësinë nuk ishin këtu. E mu që asim duhen. Ta shti njerëzve interesën api pagun sa duhet, sa e ka rrugën një punëtor fillestar këtu? Bruto e ka rrugën ma të voglën 750 euro. Po flasë për bruto. Matë naltin është 1490 euro bruto. Po flasim për bruto. Ta është të edhin sa sigur i mërzohen. Janë me kontrolta dhe me krejta? Po, me kontrolta dhe me krejta. Okej, po më vjen mirë që po i përmboni këty në standardeve në ashta krejt që ka duhet. Këtu i ki vjetat, apo? Po. Sa vjeta i ki? Këtu janë 18. Okej. Janë moshës 4 muaj dhe 5 muaj e gjys. Po. Kurse andena i kena 2 jave dhe i ke 2 muaj, në pjesën andenaj. A i shqitni edhe për mish? Në fund vetë shkat metin? Faktikisht unë e kom përmerit numërin e love.
nuk i shes, po, po okay. ka herë tash si për momentin, jam blloku me vjeta, nuk kom vën më. Tash duhet vjeta që të lindin me shit me një herë. Me shit, a so për Dhe tash ti kom shit vjeta, dhe tash sa kom shit vjeta, kom shit mund si kanë lind. Për shembull dia kanë lind një. Ato se kom shit alo, po kom kërkesë sa dush për me ble. Po s'më lypi po vin gjinja vet. E sa për shat një vjet një Pe 550 dhe 650. 550 euro do më thonë so me javën satoja, e para 3 dit, 2 dit. 3 dit 550 euro një vit që vogël. Po. Një çmim kogja i madh. Fal. Fal po thua. Po. Mund mu i ditë du flopës më jap me hom me pije me këshyr. Plus me pjell viçen, plus me këshyr viçen ajo falesh. Tash njerëzve dhe i duket shtrajt dikujt. Qure, kush na konë tonë na duket shtrajt. Njerëz na kanë fal kush. Kush na konë zërë shtrajt. E tash ti, a janë të vërtita këto çmime 3.000 deri në 5.000 euro një lop? Sa e shat ti një lop nëse dikush do? Unë shes lopën pe 2.000 deri në 3.500, amo 3.500 s'kom shit lop. Halo s'ke shit, a? A e kina ajo që e shat 3.500? Tash unë kom lop të më jap edhe 5.000 ta shes. Po, a? Ki do të thonë edhe... Me 5.000 ta shes. Pse, qa ka e lop që me t'i jap edhe 5.000 euro? Ose shnu, ose veçantë, ose urt, që tomël, i boviçat e marë. Okej, hajde lëvizim pjesë të tjera. Afrim, Pese 3.500 që po thojnë shesim lop, këta traktorët, po. Traktorët e shesin, a? Traktorët e bojnë atë mund, edhe rajnë mirë, thojnë që këj lopë ma e mirë në botë. Jem të mirë na shqiptarët me fjallë. Po. Edhe livdojmë, po tash dishta me të pyte kjo pjesë a lop vetë, dikujt i do këtë çmim i arsyeshëm, nështë ai që merret me këtë pjesë, i do këtë 3.500 euro për lopë çmim i arsyeshëm, po ti, qa menon, a është çmim i arsyeshëm? Ndëgjo, çmimet kanë një Me gjithë këto do me thonë i hek një plehuna, po? Po, te e plejnë. E tash këto lopë janë në shëditje, do më thonë, që ky vit që ka linë prom? Kjo do me thonë 550 dhe 600 euro bëna? Po, ky ka linë prom, ai ka linë par prom. Po. Këta dy do më thonë rrinë 3 dit me nonat veta, i mjerim tomlin që atë të pronë, ja fqesim qenve, edhe mas 3 ditë shkojnë mjele. Të një ka përcente në krajnë tjetër. Qa si ka kjo lopë 5.000 euro vlerë? Që kja? Po. Ti më jap edhe 10.000 knoq. Që kja? Që kjo? Që është farë lopë është? Kjo është 900 kg lopë, 800 kg lopë. Sa litra qëmë shti qëtë kja? Kjo është gati në shtjerje, në përfundim, a mërmenja kjo ka me pjellë për një kohë shkurt. Bashkë pa dje patëm besit që kanë me kontrollu sa mu jo bërë për me tha. Për me tha. Po, kur është e shëndet që me kështu, i qatë në shtë adin 20-30 litra? Po. Okej, edhe kjo është lupa që kjo përfet as 10.000 euro nuk e shes. Ja, se nuk o parja krejt. Një lupë është nuk shka vlerë. Ja ke bo pak si aj që thike me dosha, 10.000 euro doshin, a? Sti bo një dash 10.000 euro, ta është ti, apo dhe në amo, realiteti është një sant mirë njëri nuk është shetë. Këto e pas ke marak, a? Jo këto, për gjitha i ko marak. Krejti ki marak. E qatë bëqen mas shumë ti të lupë, ta frem? Më tha që i rrit me tu kur ke qenë i vogël e mon men që shikeni mu nonës me mjel, tani edhe kur e shku në Zvicër nuk e mirë mo me lop atje. Jo. Po t'ka mungu në është ajo pjesa, 13 vjeqar ke shku në Zvicër. Po. Mërgim do në po si shumë kri. Qatë bëqen mas shumë ti të lop? Oshtë në arsi. Knatësi, të që më bëqen edhe era plehu ta. Kur shkën Zvicër atje të mungën edhe që ajo era plehu. Ja, shpesh e shkën shtolat Zvicrane. Pash zotin, me hekat... Fakt. Mollin, a? Po. E ku shkën ti në Zvicër, a ki dikon që kujdeset to? Jo në punëtorët. Punëtorët, do me thoi beson edhe... Nuk kam kukon familjet që kuqyrë punëtorët janë. Okej. Unë të regova që kom punëtorët shumë të mirë. Po. Edhe kalojna shumë mirë në me veti. Po. Aj që do me punu, e pas vetën qafë. Këto pas ke edhe pajisje bujësore, do me thonë traktora, presa, gurabuja, gjithë shka pas ke këto. So ki vlerë të pasurisë veç me pajisje bujqësore? Mendoj 1 milion. Veç pajisje bujqësore janë 1 milion, a? Po. Okej. Afërsisht plus minus si kom logarit kur. Kur më ka duftë e kom ble. Tu ka duftë e ke ble. A cila është pajisja që të ka kushtu mas shtrejti, do me thonë?
Po, çka të preksh vlerë ka. Kjo ka kushtuar 23.000 euro. Po, çfarë është kjo? Kjo është është edhe grepa, edhe treniroqa, edhe valak. Okej. Apo den. Varet s'ka lyp njeri, apo den. Një ki makinat kollumoqit, jo. Ky me traktor çfarë është të bëjë? Të bëj ple. Plehun të e Po, bëjt, a? të bëj ple. E ku e dërgon plehun kë? Në fush. Në fush, a? Për Po, më urrit po. borja, e keni naj Ja, për misër. për misër, a? Do më thonë edhe misër mbjellni. Po. Një gjatë të pasin tjerë. E misrin e ki për lop. Po. Për qumë, se qesin Për qumë qumst, shtë ma po. shumë, do më thonë, a? Që për shembull këtu i kena treniroqa 6 metra. Okej. Këtu i kum bler në Itali. E këtu qa pote? Deponimin e kena. Deponimin, Po. okej. Cilat i ke blinë në Itali? Këtu i kum bler në Itali. 6 metra. Për qa përdorit kjo? Për me para mjeles, me rafshit, me bo dhe më samatim. Okej. Pas kanë kushtu kë 6 trej, do më thonë këto, për Këto uja, qa është kjo? për ujë me bajt ujë, po e kum bler edhe një. Për ple është me plejnë fushës të longshëm. Mhm. Po si vetë kom bler edhe një për Zvicrës. Ajo është 14 litra, kjo është 6 litra. Sa të kushtu këto prej Zvicrës me i prunë në shta atje? Kushtu më bëllë. Qa me thonë, sot më mjap 25.000 stashes. A do më thonë ato bote në 50.000 euro? Ja, Ma pak, a? ja, 2-13.000. 2-13.000, a? Po, Okej. 2-13.000. E pse pi Zvicrës sa nuk patë në Kosovë, Ja, me du s'ka se në ma të Kosovë. mirë me S'ka në marë. Kosovë. Okej, Nuk është e re, po është shumë moderne. okej. Është shumë moderne. Do me thonë ti veç me pajisje bujësore milioner, e le edhe këto gjonat e tjera që me i mbledh pak edhe numrin e lëbëve, dolin e ato një milioner u pasurit të lëbëve, do me thonë. Për një mesator ashtu. Edhe je prapë shumë modest. Punën boras, do me thonë me punëtort, nuk nalesh, sa këtu sa Këtu kena mashinën farë me pastrimin e farës. Kurse tash për momentin kena në deponim mjellet i kena kryve, që kena dhe do pletë fundit që kena Po, kullumisin e kena kryve. Kena sod, ju qesim sod love, për çka ja qëtë një sudën? Për... kryb, A, për sudën hekër, po, për... për lup. Okej. Çka E i ka bën 100 gram. suda, do me thonë? Luksin ja pastron lups, edhe lupa në luks është marrë shneshme. Ma shëndaqë, Po. ma? Ta gjinja blenë furajit, blenë sot për me Me qitë bukë me qitë bukë, e unë e blej për Për me qitë lupë. love. Apo dhe. Okej, po më vjen mirë që kujdesesh për çdo. A e ke marrë naj mësim prej firmave të Zvicrës? A ke Po. vizitu firmat të Zvicrës? Paj, gati se të njajshme si në Zvicrës, në Kosovë jenë gati të njajshme, s'janë dallimi madhë. S'janë Vetëm se dallim, po thu që edhe naj. kontrollat në Zvicrë janë për shembull Ma rrepta. ma trepta. Ata e këshyrin edhe sa pretojina ka thona, sa bari, sa në ato gjona si kena bashkret 100%. A do më tha atje edhe shteti, tatimet kujdesen pak ma shumë se Ma sot shumë, në po, Kosovë, okej? Po për ndryshë standardet, kështu që shkujdesen për lupte, për shtu janë të njëjta po thumet Kosovës, a? Dëgjon, unë kja thonë një fjallë. Po, Në Zvicër janë 300 vjetë bujkë. Që bujësi që e kena bo sot se ka kërnisë Zvicranë. Unë e ku bo për 4 vjetë. Do mënë Kosova është mirë për parën. Do mënë, baba, djali tjetër është 3 generacioni në bujkë, si kanë qëto mjetët e mija. po. Unë i ku bo për 3 vjetë. Për 3 vjetë i ke bo do më I ku thonë, bo. afro 1 milioner u ke bli veç pajisje bujqësore. Tash do më thonë është përparësi Aha. për Kosovën. Aja vlejti gjitha ato pore me i shti veç në pajisje bujqësore. Po Hajde, vëllë, ja vizit vlen, artiste se tjera, s'ja vlen se tjera, s'di s'munësh me punu pa ato pjesë, pa ato paqin. s'monësh do me thonë Po. pa punu, po në është na shqiptarët pak edhe e shtyna me një hajtë e ble, hajtë e kështu ti ke dosht krejt për një herë, a? Ja, s'ku mujtë kretë për një herë, po Jo në atë aspektin për një herë publike, po në është mrena 3 viteve mi përtheku krejt që ato që duhen. shumica me kuar më punu, me loni punë ma kesh dhe ka me ble maqinën. A vëdhin, tash nuk mundesh mi pas kretë për herë. Apo më tregon Afrim, a ka pos një moment që e ke lo vetën tonë e keqë se diçka në ai rast në familje, për me qenë prezent këtu në firmë, ose për me për me qenë prezent në firmë, Po, ose me bli diçka që a duhet. unë e lo familjen time për ditë keq për më konë prezent punë. Unë e pesa bëjt dhe në akshom nuk jem me familje. Ja jem një tërbin, ja një punë, ja në fush, ja të shtolla. Do më thonë, unë e kom lënë familjen të punu.
kjo është domethënë sakrifica më e madhe që ti Po. e bën çdo ditë për ta, po nështë ta kuptojnë, a? Ma Sa kuptojnë. fëmijë ki? Non, 9 fëmijë, pa që me jetë. faleminderit. Se cili besoj ta kupton, a? Edhe e din që për ta po mundosh, po fëmija kanë qef nesër pas nesër me mu. Po, që djali këtu ke Po ma i e po, vogli. bisedun pak me to Po. edhe tha ku ka ma mirë tha se në Kosovë. Është e vërtet. Do me thë i pëlqen Kosova, i pëlqen firma, i pëlqen Ku ka mas të fanë si në Kosovë. mas e fo. Je i lirë, me frim lirë. Zvicër s'le që të postin i ki fakturat mrena. Edhe stres, a? Po. E Jo vetë këtu- Zvicër gjithë kanë, gjithë kënë botë. Po, gjithkun Tu njerë në muqë kënë e pagun rrymen edhe ujtë edhe regull je. Atje? Atje, para dite sigurimi shëndetësor, mas dite struja nesrit ujtë, mas nesrit komuna që banon aty, të një përpërlog, për të ka një fakturë këtë djera. A ka porë në Zvicër, Afrim? Valla e s'ka heq. S'ka porë në Jo, Zvicër, a? po, më përnosh dy puna, po. Dy puna, a? Mi për nësi pën dy puna, po. Për ndryshë s'mon është me ja dollë, dhe me thonë, a? Aro. Unë e vetë kom pëndur. Po, Tonë ka dy puna i mojnë. këndër të tua. Unë i ku maj 10. 10 puna i ke bo. Unë i 10 puna i mojnë. E qa punojshë? 12 orë në punë, mas 12 orë dhe 6 orë punë, të një kom flagjëm një 2 orë, 3 orë. Okej. Sa e vështirë u kom për ty me i përtheku krejt këto gjona, të thëmë shto. A më ishe me ja dollë? Po, i kom dalë. Sa të më, ja ke dollë, po. Në për i punë, s'ku mund me punu, me ble qëtë punë, me bo qëtë punë. Po. Vesh ti majtë pa ka 5-6 punë, e kom bo qëtë punë. A u tute edhe një herë po ta thëmë, ose qka i thua atyre njerëzve që tutën me invest? Unë i tutë në vesh një, mos mu vetë e mos mu me punu vetë. Për një që nuk tutë, Sa t'je gjallë, do me thonë e din që më nësh me ja dollë edhe më nësh me punë. çdo herë. Folëm shumë tema dhe kja shumë dire dhe kënaqësi me diskutu me ty, po për fund të du edhe një mesazh prej teje për gjithë ata që njerë po drejtojë mërgjimtarëve që synojnë me u kthy në Kosovë dhe me investu në Kosovë. Çka i kishe rekomandu? Unë kisha thonë, qaj që ka mundësin me investu, që ato qoftë, paketema, prodhema, që ato qoftë, është i mirë se ardhën edhe ka me pas fitim matë si në Zvicër. Ja vlen po të Ja vlen. investu në Kosovë. Definitiv ja vlen. Edhe për gjithë ata tri që nashta menojnë që jeta në Zvicër ose jo atje, po boni qirak, po boni milionera, mërgjim, çaj kishe thonë atyre? Vallaj, nëse punojmë ka 10 orë, 12 orë që kuna atje, të nashta arrit diçka, po nëshme me ka 3 orë punë ditje se arrit ko gjo. Faleminderit shumë, Afre. Ate vijuan.